Shpesh shohim që për rrugë shohim gjysher të vetmuar që ecin vetëm bashkë me bashkëshorten ose ndonjëherë dhe vetëm. Edhe siç duket Shqipëria me këtë ikjen e madhe të rinjve kanë ngelur dhe gjyshit vetëm. Çfarë po i ndodh Shqipërisë? Në vitet 90 ne klasifikoheshim si vendet me mesataren më të re të tre brezave, ku delte një lloj numërimi apo një lloj filloi edhe një herë. Filloi. Pyetjen e kam. Në vitet 90 vlerësimi demografik i popullsisë shqiptare prezantohesh edhe nga vendi, statistikat po edhe nga tuajt si gjenerata, si populli më i ri në Europë. Sepse dominonte ose ishte pjesa më e madhe e tyre dy brezat e rinj, mosha fjala 1-2 deri në moshë kollore 20 vjeç, 25 vjeç, edhe mosha tjetër e mesatare 25, 50, 60, moshë e punës, përsëri ishte një numër shumë të madh. Ndërkohë, në vitet 2013-15, po të vëshre, unë nuk shoh më studentat e mi, që përplaseshin gjatë ditës, ku kishe një ëndër, do bëhesh jurist, do bëhesh një inxhinier, nuk i shoh më, nuk i prek më këta. Dhe shoh më shumë shoh moshën e tretë, burrë grua, shpeshherë, po edhe vetëm, shpeshherë gjyshtit vetëm, ose nënat vetëm, dhe nuk shoh atë që është më kryesorja për gjyshtit. Dalja në shumicën, po kështu në 1, 2, 3 në 100 veta edhe ka, sigurisht. Siç ka dhe gocat të reja, që janë të veçaras apo të gjimnazit, edhe ka. Por shumica në për trotuare që shkëmbehesh, apo të zbrite nga autobusi, apo në për kafenera, shefë një moshë pothuajse të thyer. I kam bërë re me kujdes se sa të prekur ndihen gjyshit. Krahasim me nënat, që nënat edhe ka një lloj tjetri qasje me jetën. Gjyshit mendoj unë janë më shumë pacient, janë më shumë të depersonalizuar, janë më shumë të mënjanuar, edhe nga të tjerët, edhe nga vetvetja. Sepse gjyshi mund të jetë ndoshta nga të paktet rasta që gjyshi nuk prek dot niprit. Këto që janë termine që quhen këto mbarimet nervore të thotë edhe Kurani, po edhe Bibla deri diku. Edhe librat e tjerë, psikologjike thonë që mbarimet nervore të trurit, si në kem poshtë, po edhe ke mozzat e gishtinjve, ke duart. Dhe sot marrëdhënia gjysh me nipër është shumë në shkallën e saj më të ulët. Shumë pak gjen që të kesh 3 brezat afër gjyshit për këdhel nipin bie. Shumë pak, sepse 80-90% e shqiptarëve i kanë fëmijë të jashtëtetit. Nuk është puna që fëmijën e rriti, e deshi, e përkëdheli, e martoi, iku dakord në punën e vet, u nda, pa ama ajo që mbyllet cikli i jetës, si një gjyshi, është përkëdhelja e nipit, atë që ai donte ta bënte dhe nuk ja bëri dot, plotësoi dot fëmia, mori një drejtim tjetër bie fjala. Nësa me nipin gjyshi mbyll ciklin e dëshirave të veta. Prandaj edhe përkëdhelja që edhe po t'i vësh re, gjithë niprit, gjithë ta fëmijët apo shkrimtarët e mëdhenj, po t'i vësh re, këta kulturën e parësore e ka nga gjyshi. Çai ka shpjeguar gjyshi, si ka përkëdhelur gjyshi, çai gjuhë ka folur gjyshi për vendin, për vatanin, për gjuhën bie fjala, për patriotizmin. Prandaj edhe ka qenë lauta apo kanuni apo e drejta tjetër doksore shqiptare, për cilë është me shkrim, për cilë është me gjyshi me nipin. Prandaj edhe janë vërteta gjitha epopet, legjenda, dëma janë shumë herë më të vërteta se sa ata që shkruanin, sepse kur shkruante, ai shkruante në varësi si e donte pushtetin dhe gdinjente dhe mashtronte. Nësa e vërteta e thon gjyshit e nipi, qëmoti, është shumë herë me pastër, me çlirët, edhe më afër realitetit. Ndërkohë sot nuk ekziston kjo marrëdhënie. Gjyshtit edhe kur ka raste që gjyshi përkëdhel nipin, nipi flet në gjuhë të huajti. Amerikanëse, angleze, gjermane, belge, italiane, greke sidomos. Pra gjyshi nuk ndjen dot kënaqësinë e jetës e mbylljes ciklit vet. Që tamam lind si fëmijë, zhvillohet si një burr,
i madh, i mirë, i plot, edhe mbyllet prapë ciklit si fëmijë. Edhe duke komunikuar me fëmijët, ai jetën e ka më të shëndetshme. Prandaj po t'i vësh re, në gjyshin shqiptar, pothuajse gjithë pacient të prekur, jo nga thjesht ato sëmundje që mund të kemi diskutuar me qindra herë. Diku mjedisore, diku të ardhur nga rrethanat përreth, diku të ardhur nga ilaçet e shumta, diku të ardhur nga vetmia, por një gjë është e vërtet, që fëmijët, kur njeriu bëhet gjysh, më shumë bëhen me nenën ti. Bëhen me nenën ti fëmijët. Dhe dyta, nenat hedhin vickla në shumicën e rasteve, mbas atyreve. I bori fëmijët, siguroi edhe ca nipër me fëmijët, nena, edhe më shumë edhe vit rallë, jo rallë, nuk e them këtë rallë apo dëndur, por që ndodh shpesh që nenat nuk e trajtojnë mirë gjyshin, burin e tyre. E lën pak minjana si. Megjithëse i ka lënë pasurinë, i ka lënë diturinë, i ka rritur fëmijët, ka qenë tamam kali apo pela apo gomari i shtëpisë, ky babati, ky gjysh. Dhe bjen momenti që ai masi shikon që edhe gruaja e ca visla në moshë 3, po edhe djemët sigurisht bëhen me nenën, kështu që kanë ata që kanë vajza, ata janë të mbreta, ata shpëtojnë ata ti. Nga kjo që po flasim. Vetëm kur ke vajza, po e shpëton ti. Se vajzën genetikisht ti me baban. Po ajo që ndodh më shumë ti lëm këto të tjerat, ajo që ndodh më shumë për mua është gjyshit nuk arrin të përkallelin nipin, që është vetvetja, është gjenerimi i vetvetes, atë që s'bëri dot kur ishte i ri apo i vogël apo në moshën e tij madhore, atë që nuk ka plotësoj dot fëmia ti, ai e kërkon ke nipi, që transmeton o me melodi, o me këngë, o me përkëllelje, o me i tregim, o me i prall, o me i dalje, o me i shëtitje, edhe ai nuk e gjen dot të nip. E pse edhe kur në shumicën e rasteve, pse edhe kur e gjen me një gjuhë tjetër. Po gjuha tjetër prandaj kombi quhet dhe më mëdheti. Se ka një gjuhë. Dhe kur e gjen një gjuhë tjetër, ai nuk ka atë afeksionin, atë dashurinë, e ka dashuri gjaku, po jo dashuri shpirtërore pa, sepse është gjuha që e lidh. Dhe unë mendoj që një nga rastet në Shqipëri ku gjyshit janë më shumë pacient se ç'duhet, e gjeta fjalën, më shumë pacient se ç'duhet, jo vetëm për shkak të ilaçeve, jo vetëm për shkak të fëmijëve të rritur, sidomos djem që më njanjojnë baban se bëhen ditur. Kur vdes babai, atëherë kujtohet fëmia, babai im është i ditur ti. Babai im ka qenë burr ti. Vetëm kur vdes babai ti. Unë për vete jam betuar kur më ka vdekur babai, që të bëj se ma mësonte se si dua vendit, por merresha me inxhinierin, nuk lexoja libra historinë. Në 97 ka vdekur babai, jam betuar. Ai më mësonte me librat e frashënjotëve, të dajlarëve të veti. Nuk kisha lexuar libra deri në 97 për historinë. Jam betuar në varg babait ditën që ka vdekur, ndoshta ma sillte Aleksandri Madh që betohesh mbi varin e Akilit. Kjo ishte edhe për qeshur që kështu, po edhe për ta treguar që po e kisha këtë mendje, që Aleksandri vinte në varin e Akilit të gjyshëve të gjyshit vet. Edhe unë e kisha pranë baban. Edhe jam betuar të merrem dhe të mbroj dhe të ngre vlerat e shqiptarisë. Që nga e kohë, në 97-ën, unë kam filluar të merrem me libra historie dhe 2005-ën fillova të shkruaj për e parë libra histori apo gjuhësia apo etnokulturë shqiptare. Pra do të them që gjyshi që ka një kënaqësi të madhe ta përsjellë diturinë e vet. Ose them vet, unë shumë gjëra kam mësuar nga gjyshja. Më dalin i vogël isha, 5 vjeç deri në 22-3 vjeç më mend do në inxhinier dhe gjyshin e shikoja. Ishin nga vepit nipër që çoja gjyshes atë që nuk e jepte Ramiz Aliaj, si pjesëtare që kanë ndihmuar me veshje, me rroba, me çdo gjë Ushtria Nacionale Shqiptare. Dhe ata nuk i dhanë dot një pension 1000 lekë ishte atëherë. Ja jepja unë gjyshes. 2, 3, 4, 5 vjet që isha inxhinier. Dhe po nga gjyshja mësoja shumë. Edhe shumë gjëra i kam kthyer në letra, i kam kthyer në dituri, i kam kthyer në libra, shumë gjëra nga gjyshja. Pra ta mbyll që gjyshtit sot përpos atyre që tham nga vetë shoqja që u ul marrëdhëniet me burin moshën e tretë, nga vetë djemt sidomos që e ulin respektin në moshën e tretë me baban e tyre. Po ajo që do ishte një zëvendësim i një pasioni, i një dëshire të paplotësuar të gjyshin e niprit, kjo ul më shumë akoma. Edhe kjo e kthen gjyshin pacient, pothuajse.
ja shton sëmundjet. Kjo përkëdhelja që është lehtësim, që është zëvendësim i dëshirave, që është kjo prekje që bën gjyshi niprave, është një përcjellje dashurie, po edhe merr. Tamam si snoth që ti përkëdhel qenin. Me vërtet ti aty ti vjen mirë, qeni macja, po ndërkohë ti merr një lloj energjie deri në 6 volt, mund ta marrë gjyshi nga nipi tensionin. 3, 4, 5, 6 volt që i bën mirë zëmrës. Ajo përkëdhelje. Tamam si kafshë që përkëdhel. E njëjta gjë është gjyshi me nipin që nuk ndot. Edhe kur ndot, rrallë, me ata që vinë 2 herë në vit, apo një herë në 2 vjet nga Amerika, është marrëdhënie shumë e dobët, për shkak të gjuhëve ndryshme, se imagjinohet që i vetëm i popull në botë. Për të jam i bindur që shqiptarët me një bres ndrojnë gjuhën, nuk flasin me atë, se këtë e tregojnë edhe aktorët e mëdhenj shqiptarët. Gjim Belushi mande mend fjalën falinderit edhe. Gjon Belushi mande mend fjalën kaparat. Deni DeVito thoshte që gjyshin e mi pjesin një gjuhë grek, më duket, po unë nuk e di çfarë gjuhë ishte. Josep Deoguarti të njëjtin gjë, u bëra 50 vjeç, pastaj e mora vesh që gjuha e gjyshit ishte shqip. Arbanitas, ministra, kryeministra, pafund, që gjithë thonë që në shtëpinë tonë flitet shqip, gjyshi. Dhe pse gjuha shqipe me një bres shndrohet në një gjuhë tjetër, kjo është studim tjetër dhe kjo është një çështje tjetër që mund t'i futemi më vonë. Por përfundimisht gjyshi bëhet më shumë pacient për shkak se nuk përkëdhel atë që quhet zëvendësim apo lehtësim apo kënaqësia e fundit e jetës vet, përkëdhelja e niprave. Kjo është. Profesor, ju keni deklaruar që keni bërë 3 zbulime në Saranda. Mund na flisni pak për këto 3 zbulime? Shiko, unë kam martuar dhe një libër që quhet Muri i Demës, jo mur siç e quajnë, njëri vetëm e ka quajtur atë. E quante Mur mbrojtës i kulturës helene, që përfshinte me një gur 7 zogj. Përfshinte dhe finiqin helenistik, dhe butrintin helenistik, dhe murin helenistik, dhe kulturën helenistike, dhe godise kulturën barbare, ilire, presaide. Ky mur, që nuk është mur mbrojtës, si gjerësi është 9 metro, ku 2 metro i ka mur të fuqishëm në njëra anë dhe 2 metro i ka po mur të fuqishëm në anë tjetër. Dhe këto 2 mure lidhen me shkallare. Shkallare fillon nga manastiri, në manastir atje ku është ajo pizza e vogël që kanë bërë ndërtimet sot tap, çik më tej është kodra e manastirit, që ka qenë kala pellazike. Dhe në 1700 është ndërtuar manastirët që këta sot e quajnë Agjio Manastir. Këta sot i Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit e lejon, apo dhe kryeministri, apo dhe këta që quhen sharlatan që i shërbejnë Greqisë, që hanë bukën e turkut dhe i shërbejnë Greqisë dhe edhe Arami qoftë buka e mëmës Shqipëri, edhe thonë që çfarë po thua profesor, kur Muri i Demës e ka thënë, konsultohu me historian, konsultohu me arkeolog, dhe çfarë është? E ka thënë vetëm njëri ti. Këtë mendim, jo nga i bindur që ka qenë i paguar ti, ose i detyruar ti. Që ky mur është mur mbrojtës i kulturës greke, helene, me kulturën, jo me kulturën, po me shkallën barbare të ilire, presaid, që nuk është as pak e vërtet. Se po t'ishe mur mbrojtës, shiko sa me qëllim të keq. Dhe gjithë 40 arkeologë mbas tij, asnjëri nuk e revizionon mendimin e tij. Po thonë të njëjtin gjë, i referohen duket, po ti vësh re, duket se po të referohesh në rregull. Po ku është revizionimi? Se do mund të referohesh afare mirë këtyre 40-ve. Jo, bata e pash vet, dhe jam i bindur ti. Po prapë them me kujdes mati. Që ky gur nuk është mur mbrojtës, se po të kem mur mbrojtës do ishte gjithë butrinti mur mbrojtës. Do ishte gjithë finiqi me këtë mur mbrojtës. Që s'ka lidhje fare muri mbrojtës nga maja e Kodrës në manastir deri në det. Atëherë ky është muri që përfundon në det me këtë lloj pamje, që do të thotë që kjo shkallare këtu, kjo shkallare nuk është gjë tjetër, nuk është mur mbrojtës, por është një shkallare që shkon nga kjo është shkallare ndjek që është midis murit mbrojtës 2 metro, midis një murit tjetër mbrojtës 2 metro, dhe është nga manastiri që këta quajnë Agjio Manastir me emër greqisht sot,
ku telefoni nuk merr shqip, po merr shumë merr greqisht në këtë pikë këtu, edhe deri në Butrind. Dhe ky muri 800 metra deri në det, ja të kesh deti, dhe ky muri që bie fik me një mur, me murin e fundëm të tij. Pra, ku është muri mbrojtësu? Sepse Finiqi është 10 kilometra më këtej. Nësa Butrindi është 6 kilometra më në jug. Atëherë, po të ishte mur mbrojtës, ky le të rrethonte gjithë Finiqin, që thuhet mur mbrojtës së kulturës së helene me kulturën presaibe barbare. Ose njëjta gjë me Butrindin. Pra, kemi të bëjmë me një shkallare, urdhoni, me shkallë, bile shkallë jo të rendeve 10, 15, 20 cm kemi ne, por shkallë më të mëdha, me pllaka shkallë, duket guri pelazik që bën muri mbrojtës, anash, dhe duket guri pelazik i shesh që bën shkallën. Pra, këta duan të thonë me gjë kush që kemi të bëjmë me kulturë helene, Finiq, Butrind, Atosi, Vergonja, gjithë to janë kultura helene. Dhe barbarët që vinin nga deti këta, ai muri nuk mbron as detin me kodrën, po muri është pingull nga manastiri deri në det. Edhe me shkallë që zbresin. Mi po shkallare ka Antigonea, që princat, princeshat, pellazgët zbresin nga maja kodës në drejtim të përsëri me një mur fik, që shohin Gjirokastër, që shohin malin e gjerë. Shkallare ka vetë shëndetore e Butrindit, e Apollonis, e Orikut, e Amantis, gjitha janë me shkallare diku të sheshta, të fushta, të fushore, diku të pjeta apo kodrinore. Kështu që këta duan të thonë ti, dhe kjo jo se është zbulimi im, interpretimi im është zbulim. Muri i Demrës është një vend që i ndërtuar nga pellazgët 2500-3000 vjet para erës sonë, minimo, sepse është marrë guri nga amerikanët, e studiuar pasqyra e gurit kur del për herë të parë, masi lëmohet guri, kur del për herë të parë me rrezet e diellit dhe matet kjo koti. Dhe kjo kohë tregon minimumi, thonë ata, lost world civilization, civilizimi i fundit botror, që është civilizimi i pellazgëve i viteve 7000, 6000, 5000 deri në 2500 para erës sonë. 2000 vjet para se delnin grekët në skenën e historisë, ku do të thotë që grekët apo helenët në atë kohë ishin as në farën e babait nuk ishin, në vitet 3000 para erës sonë. Dhe ta me gjokusht duan të thonë që është guri ndërtuar, është kultura helene, që kultura helene ka gurin 20-50. Kjo gur është ndërtuar në vitet 350, 300, 250. Dhe kur vjen kultura romake, është viteve 200, 100 para erës sonë dhe 100, 200, 300 pas Krishtit, është me tulla. Pra romakun nuk ishin gjendën ndërtonin as mur me gur, çfarë do i guri qoftë, se ndërtonin dot. Pastaj vin vitet 500 që Justiniani ndërton me guret pellazik apo me guret e mureve e shkëmbeve përret, ndërton kalat e Justinianit që po vinin në atë kohë avarët, gotët, visigotët, slavët e tjerë. Dhe ndërtoi gjitha kalat. Jo shumë, po 160 kalaj ndërtoi Justiniani, edhe quhet një civilizim tjetër pra. Një kështjellat e kohës Justinianit, Ballçi, Margviçi, gjitha janë kështjellat e kohës Justinianit, po aman të ndërtuar me kanina në kohën e Justinianit. Por kur vatem kanin, i thoshim të nderuarit atyre që na shoqëronin, ku janë gurët pellazik. Sepse nuk ka mur të Justinianit pa një mur të romake, viteve 200, pa një mur pellazik të viteve 2000-3000 para erës sonë. Dhe ku do kalat tona, jo pak, janë 2000 kalat në Shqipëri, dhe vetëm Skrapari është fshat e kalat. Vetëm Skrapari i Muzakave është fshat dhe kalat. Dhe ose Berati e ka kalan 7000 vjeçare, sepse ka gurët pellazik të viteve 7000, 6000 këndor. Pastaj vin gurët pellazik paralelpiped, që janë viteve 4000, 3000 dhe 2500. Pastaj vin gurët që janë të kohës romake me catulla, pastaj vin gurët e Justinianit 500-600 mbas Krishtit, e me radhë gurët e Ali Pashait apo gurët e kështjellat e Skënderbeut, vitin 1400, pastaj Ali Pashai 1800, të turgut 1800-900, pra këto janë kalat shqiptare. Por këta me gjokusht, edhe këtu është zbulimi, edhe them me plot gojë, pse mos e quajmë, nuk po them shpikje, zbulim, që do të thotë që këta donin të njollosin që ilirët kanë qenë barbar, me gjokusht, në kohë që luftat janë iliro-romake, por lufta bëhet për një pasuri më të madhe. Nuk ka luftë romake-greke, nuk kemi dëgjuar luftë romako-greke, sepse s'kishte interes të përshtonte një vend që kishte një kulturë më të ulët se romaku. Nëse romaku gjente kulturën e pire dhe ilire më të lartë se vetën, dhe këtu erdhi dhe vodhi 3000 qere karo romaku me tonelata me arë, me tonelata me monumente, sepse ekzistonte Butrindi,
kur e Romaku vitin 200, të sakta për turpë dhe paqe zerë, turpë të keni ju, historian, ju Ciceroni, e ngre zërin fort, turpë që u vidi, që thoni që Butrindi, amfiteatrin Butrind, amfiteatrin Finik, janë amfiteatre greko-romake. Greko-romake, kur ajo cisternia në Finik, vim ke zbulimi tjetër në Finik, cisternia romake, me tulla cisternia romake. Ndërkohë që poshtë janë gurë pelazik, që ka qenë më para cisterno, pelazge, me gurë sa i tavolin, 80, 200. Edhe mbi to vjeni shtresë me tulla 5 cm, si kemi tullat romake. Dhe ai thotë cisterna romake. Ai thotë që kemi thesarin helenistik. Po vetë fjala thesar, moti, gazetar. Thes me ar. Atë si që janë këtë thesari, i thoshte trapezoidi, trapeza, që ai quhet në gjuhën helene, greke. I thotë thesarios, i fshton një së mbas helenistike. Po edhe thesaraj, edhe shqip këtë thesari, thes me ar, që është kjo banka që kemi ne thesari, edhe me gurë pelazik thesari, me gurë të mdhenjë, që s'janë të kohës greke, romake, edhe me emër shqip, edhe që nga helenistik. E kupton dja bëdhe. Vete ke amfiteatrin Finik, të gjithë gure pelazik, çlive ka greku Eleni në amfiteatrot, apo Romaku, ku gurët janë, të gjithë janë të mdhenjë, reshti parë për pritanët. Pritanë, ai që i prind të kanëve, kryetari bashkisë, për strategun, ai që bën strategjinë e luftës, strateg, që bën shtresën e lartë për të orientuar, por ç'a quhet amfiteatri në kohën romake? Forum. Po pse quhet forum në kohën romake? Sepse ishte frym, sepse ishte strategu, kryetari bashkisë, kryeplaku, këshilli bashkiak, hipnin në këtë dhe jepnin frymën, o për produkte bujqësore, për vjellje, për mbjellje e tjerë, o për betejë, o për lufta, jepte frym, firom, shqip, firom. Nga fjala firom vjen forum. Pra, ato ishin 1000-2000 amfiteatro të strategëve, të pritanëve, të priftrive. Ç'është prifti? Që ai që prinde në fe. Prind në fe. Pra, gjitho lëvizje me këta amfiteatre, që kishe 1000-2000 amfiteatre, letë ma gjej mua e si e gjeti moshën 350 para ere son të gurit të amfiteatrit Finik apo në Butrin. Kur nuk e gjendot, sepse ato janë gjetur nga Amerikanë, 2500 minimalja para ere son, që i bie 2000 vjet para Eleni dhe Romaku, 2200 vjet po thuajse. Pra, këto jo se janë zbulime, po këto janë shumë thjeshta, të vërteta, pavarësisht nga profesioni. Ajme tepër kam një lloj lidhje me tokën që quhem gjeolog, por nuk është puna e gjeologjisë, as e arkeologjisë. Kto janë thjesht koncepte që më vërtet e merr principin një arkeolog apo një historian, por nëse ata paguan, mund të thonë të kundërtën. Më mirë unë të bëj një gabim, marr notën 9, 8, 7, se sa të marr një notë 10 i paguar apo me qëllim të keq që edhe gjoja jam historianti. Po ti ka bën më krye kaput. Nuk mund të lidhen e fakteve. Pse po të pyes, më interpreto pse muri Demës është mbrojtës kur ai ndërtuar 800 metra. Me interpreto pse thesari quhet thesaros helenistik, ku s'ka lidhje Eleni të vinë në Finik, sepse para se Eleni të vinë në Finik ka qenë shteti i Epirit. Shteti i Epirit, ordimi i dashur, blidhesh këshilli. Edhe vendoste se cilët grek apo helen do vi me leje, i ke atje në Bylis. Blidhen 14 e Bylisit, 14 kryetari, këshillit e tjerë, dhe jepnin leje për 8 grek. Dhe po të pyesh një arkeolog tani, Bylisi është grek se janë 8 emra grek. Pa ta 8 emra grek erën kërkuan leje. Edhe këto leje lan këta 4 veta. 4 veta ishte këshilli bashkiak. Koinea, shteti. Atëherë si që nga që me që janë 8 emra grek kërkuan leje dhe këta që nga më shumë helenistike. Po që ne Eleni nga lidhja e Korinthit, po Sparta dhe Athin, kaloi Ambrakin, kaloi Epirin, edhe na qenë nga Finiki dhe Butrindi, ku ka Epirin mes me shqiptar, që nuk ka njeri që nga kohët e vjeta dhe sot e quaj Epirin grek, me prashtim të 100 vjetë tani që e morën e rëmbyrën. Pra, atëherë ku kemi një prandaj dhe thot zonja Merkel, shqiptarët është i vetmi popull që kufizohet nga i njëjti gjak, nga i njëjti popull, thot Merkel. Dhe e pyetën, po pse e thua tani këtë? Si ja kemi borxh shqiptarëve këtë thënie. Me 1913 ne i dim se çfarë i bën shqiptarëve. Pra, nuk e pranoj kush se cili që
le dikush doj të matet, me shkencë, me argumenta, me matje, se matet i kanë bërdi. Amerikanë dhe muri i kësaj, i Demës, është mur nga pellazgët, amfiteatot në Butrint, në Finiq, janë amfiteatot pellazike, janë frym, Firom, pastaj vjen Forum, Thesari që thonë Thesari, Akropolis, është kreu që mblidhe që burrat, që ata nuk i qojnë kur turistat në Akropolin e Butrintit, nuk i qojnë kur në këtë murin e Demës, këta Ciceron, prandaj i bujthire Ciceron me turp të Kennedy, që paguani dhe blieni dhe thoni të kundrën e asaj që është në të vërtet. Kështu bëni edhe për Berati. Ciceron që vinë nga Tirana në Berati, thonë që Berati është 1700, 1800 edhe këtej. Se ka shkujtu e Vlad Qelepia në 1614, 200 dyqane edhe 1700 edhe këtej, Berati. Turp, kur vetëm shtëpia ime e vërtetuar, është 2000 vjet e vjetër. Shtëpia ime di. E bëra pse më tha detyroi Ministria e Kulturës, paktën nuk më dha financim, po më tha zbulo dhe riforco themelët. Dhe i forcova, mora dhe kampion, edhe shtëpia ime del 2100 vjet e vjetër. Kur del shtëpia ime do thotë del gjithë lagjes, se unë jam majt lagjes. Atëherë si mund t'i thuash ti Mangalemi Berati 2400 vjet Berati, ndërkohë që lagja është 2400 vjet vetëm lagja, se Berati ka lash akoma më i vjetër, se ka gur pellazik, që janë minimumi 2500-3000 vjet, siç e tham lart. Pra, në kuptim unë i quaj këto dy zbulime të mëdha, se është zbulimi i tretë që mund ta bëjmë vete, ose mund ta themi më ndryshe, zbulimin e tretë. Mund ta themi me një vëmendje të caktuar dhe të përkushtuar këtij zbulimi. A mund ta thoni pak me që ju tha që duhet t'ja dedikojmë dhe ta kemi më shumë përkushtim këtij zbulimi. Cili është ky zbulim i tretë që ju keni bërë dhe kërkon kaq shumë vëmendje? Bravo, shumë dakord. Me të vërtetë është zbulim. Ky është zbulim personal. Imi, personal. Sepse zodia nga Saranda, zoti Coraj, që më çoi ke muri i Demës, edhe ai vetë nuk e dinë dhe shumë tjerë nuk e dinin që mbasi marron muri i Demës, mbasi marron muri i Demës, ky mur këtu, gjithë pjesa nga rreza e murit deri në det, 100 metra, gjithë shkëmbi, rreth 300 metra shkëmb, po deri ke deti, po me siguri që edhe brenda në det, ku e vërtetoi djali që u fut brenda në det edhe vazhdonte e njëjta situatë. Çfarë? Me dinosaurë. Është i vetmi vend në Shqipëri, në Ballkan, që ka fosilet e kafshëve të mëdha që duhet të jenë të dinosaurëve, sepse vetë shkëmbi është mbi 150-200 milion vjet. Shkëmbi që është i niveleve të Triasit, shkëmb karbonatik, i niveleve nga 250 deri në 100 milion vjet. Triasi i jurat. Dhe këta shkëmbej ngriqëror karbonatik, në një moment caktuar që ka ndodhur një temperaturë e ndryshuar, e beftë, e shpejtë, apo një gaz karbonik CO2 i ndryshuar, i beftë, i shpejtë, apo një marrëdhënie me oksigjenin, ka bërë që të vdesin në koloni. Ajo kafshë atërshme, ku përputhet kockat fosilet e mëdha, deri ke dhëmbët që janë dhëmbë të dinosaurit në këtë rreth 20-30 cm, nofta rreth 30-60 cm, pjesë të trupit, pjesë të bishit, gjitha të fosilizuara apo të arkitekturuara mbi shkëmb, që është normale që një vdekje e tillë e kësaj kafshë gjigande, mbasi ri dhe fle në llumin karbonatik të asaj kohe 200 milion vjet, 250 milion vjet përpara, që quhet dhe një nga zhduket më të mëdha të gjithë gjallë në jetën e tokës, edhe zhdukja parë bile, 250 milion, dhe ky shkëmb tani, me këtë lloj dimensionesh, me njëherë mbas muri i Demës, edhe direkt nga muri i Demës, deri ke deti, edhe nën det, dhe deri ke muri i Demës, edhe 300 metra, ai sa të lejon, se pastaj vinë rrëpira të tjera, kemi të bëjmë me një muze biologjik, natyror, që mund t'i quash geo-bio-natyror. Është i paparashikuar në gjitha legjendat apo në gjitha hartat e zonave të mbrojtura tona, sepse nuk është njëjtur. Dhe tash i bëj thirrje Fakulteti i Shkencave të Natyrës që mund gjejë veten në studime mbi këto dinosaur aty në këtë lloj muzeu, po edhe gjeologëve që mund gjejnë një makrofaun giganti, që s'kemi parë kur, kemi parë megalodont në Korab nga profesor Selameqo, kemi parë disa makrofauna në nivele 20-30 cm, po jo 10-15 metra e qëndisur mbi shkëmb. Kështu që
Unë e quaj jo vetëm një muze natyror nga pikpamja gjeologjike dhe biologjike, po edhe pikë shumë atraktive për turistët, ku turisti mund të vej dhe të godasi apo të shijoj kënaqësinë e murit pellazik, që është muri Demës nga manastiri deri në fund, edhe pikërisht muzeun biologjik ose gjeologjik natyror. Pra kjo është thirrja që bëj, që ka nevojë për studimet më teshme. Profesor, kam dhe i pyetje të fundit, bëhet fjalë për disa produkte ushqimore, konkretisht më fakt bëhet fjalë për pjeshkën shqiptare, e cila ka dalë kontaminuar në disa analize që janë bërë nga Kroacia. Realisht çfarë po ndodh me produktet shqiptare? Shiko, Kroacia është një nga ato pak vende që me drejti i kthen mbrapsh nivelin e lartë të përdorimit të hormoneve ose të insekticideve apo pesticideve në produktet bujqësore tona. Nësa neve, këtë që do ta bëj Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit në Shqipëri, nuk e bën për shqiptarë, për qytetarët e vetë, e bën një agjenci e huaj apo një shtet i huaj. Dhe kjo është një këmbane e madhe për shqiptarët, që duhet dinë çfarë përdorin, po mund edhe të nështrojnë analizave vetë shqiptarët. Kujdesi që do të bëj jo vetëm qytetarët shqiptarë, por më shumë e ka Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit më vjen. Janë me 10 laboratore që janë krijuar apo institute veterinare që ne nuk marrim ne atë që quhet gjuhën moderne feedback ose një përgjigje që me vërtet rastet ne marrim vesh kur sëmurën njerëzit për spitale, brucelozën, ajo e pulave që ndodhi 2 muaj përpara. I marrim vesh kur qytetari kthehet në pacient. Kjo është shumë e dhimbshme që nuk dim çfarë ham, nuk dim çfarë pim, nuk dim çfarë thithim, pra edhe ajrin e ndotur, edhe mbetet të hapërdara gjithandej, që ndeshesh detyrimisht me një tokë të ndotur, edhe urat në toksore të ndotura, edhe paguan një tarif për ujë të prishëm po që e ke ndotur, dhe paguan një tarif për urat e përdorura ose urat zeza ku ty nuk trajtohet ky ujë, edhe i ble sa frengo pulën atë lloj ushqimi që ti mendon se është produkt i cilësisë, ndërkohë që ai ka problem, ai produkti në toka të shumta shqipërie ka probleme të mëdha toka. Mendotit që ka ndodhur, e kemi thënë një herë tjetër, mendotit historike, apo mendotit aktuale sot, sepse është i vetmi vend ku pothuajse 100% të fabrikave të instaluara në Shqipëri, që nuk janë pak, po janë mbi 3.000 deri 5.000 fabrika, asnjëra prej tyre nuk trajtojnë ujin e përdorur. Qoftë ujë për një fabrikë caktuar, diku fabrika verra, diku fabrika për prodhimin e vajit të ullirit. Pastaj fabrikat e tjera të panumra që bëjnë ujë të ndotur me plura, me densitete të larta sedimentesh, dhe gjitha ku shkojnë këto? Në tokë. Po toka çfarë bën? I filtron. Po ky filtr është kallë ujë, se toka është ujë i lidhur me tokën. Po ky ujë është dëm pusuj. Po ky ujë është atje ku lahesh. Po ky ujë është ai që ti përdor me ujë për ta ditur bie fjalën, edhe për të pirë. Kur thoshin nën lushje, ai që përdorin, atje ke plerat e lushjes, edhe fëmia që gënjente, djali i rritur, gënjente dhe thoshte ne nuk e përdorim të ujë. Iku djali, ai që përdorim birra, sa jo vetëm që lajm menta, po edhe gjella, po edhe pimta. Pra, çfarë do të thuash ti mua? Që do jetë i produkt bujqësor blegtoral, do jetë i pastër, kur ti ke probleme të mëdha me tokën, me ujin, dhe këtë ta mjafton një shtet i rregullt, si Kroacia, ta dëshmon edhe të thotë që çfarë po ndodh me produktet shqiptare. Po unë kam një qasje tjetër, nëse më lejon të shprehem, që më shumë se përqindja e pesticideve në zahëravatet tona apo në produktet tona bulnetore apo qofshin edhe bujqësore, po më shumë unë i referohem rasteve që dyshoj shumë ke mielli që vjen nga jashtë. Për shembull, unë jam nga të paktit njerëz që jam i revoltuar me bukën atje ku e blen Berat. Jam shumë i revoltuar. Qofse në Tiranë me një sasi më të madhe monetare mund gjesh një bukë të mirë, që jam pak njerëz. Për shembull, unë ha shumë pak bukë. Do mundohem ta bëj zero bukën. Por atë bukë që marr shumë pak, mundohem ta blej të saktë, mundohem gjej e tjera. Por jam i bindur si në Tiranë, po më shumë në qytetet e vogla, buka që vjen miell serb, këtë e di saktë, që vjen me proteina në nivelin e dur, 14 vjen 9 apo 10, vjen me lagështi, është vetëm mund të jetë Shqipëria, kudo që ta vendosësh bukën ti, do vjen miza ti. Edhe sikur ta kesh shtëpinë me pak lagështi, edhe pa lagështi, edhe të thatë janë me mira, miza po e harrove bukën në një vend caktuar, ose po se e mbulove mirë etj,
Pra i tërheq diçka atje. I tërheq një ingredient që miza është pastruese e helmeve. Siç është roli i bletës, siç është roli i ngrur, roli i arabelave. Roli i arabelave, që gjithë kafshët ka një detyrë fisnike me një produkt. Të gjitha kafshët. Pra miza nuk vetë rastisht ke buka, ku ti e leti. Ati e një ingredient, një përbërës i helmët, ndoshta për të helmuar rasën shqiptare, ndoshta për t'i bërë shqiptarët me dhimbje me ulçera në stomak, nga ulçera pastaj i kenë për kancer stomaku, nuk janë pakti këtati. Po ndoshta për të bërë një koagulim gjaku, që diku në zemër, diku në tru, diku në këmbë, nuk janë pakti. Dhe përdorimi i bukës, zasavate edhe mund të splajti, edhe mund të lajt mirë, me ura të hidrogenizuara, mund të lajt mirë, edhe mund të heqësh sasi më të madhe të një ndoci. Nësa ke buka, qa mund të bërë buka? As lajet. Pa lerë kër e majnë të prerë, shqiptarët, bukën ti. Eshte të mërshme, diti. Po të më thoi mua një produkt tjetër që e merë të prerë, modhën, shaqirin, dje fjalla, ta majnë të prerë. Ajo i e gjithë vitaminat që ka buka ti. Në momentin që ti e pretë, sepse dembel, shqiptari, dembel i matë më bukur. Edhe kur i thua shtisë, që e ka me ligjë, shisja mos ta presë. E ka me ligjë, nga alkë uja. Mos presi bukë sepse lëshon edhe ekuri që pret e atikës qarë, lëshon përmbajtje e ekuri. E ka me ligjë mos ta presi, dhe unë se e që marë pa prerë, e digjojnë 2-3 vete aty, edhe ata se prinate dua të prerë. Pre ta presi. Ja, profesori, 70 vjeqë. Ta gorte, le ta presi. Edhe prinate marrin, shumisat. Bukë të prerë dhe. Dhe ta buka ndahet me dorë, di, gazetari dashë. Me mozat e gishtrive, thot Kurani, edhe Muhamedi i madh. Me mozat e gishtrive. Nuk prijet kur, as në furr, ku e ble, as në shtëpi. Ndahet me dorë, preket me dorë, djati me dorë, që janë këto pirun e luk, e thik për djate, për bukë edhe për të tash. Që molla, hajt me dhemb. Nuk prijet molla, hajt me dhemb. Edhe portokallja, edhe limoni me dhemb mundësisht. Me dhemb mundësisht i që forcon dhe dhemb, prandaj edhe po t'i shofësh fëmijët, të gjithë janë me proteza hekuri në përgojt. Të gjithë po bëhen në full stem, sepse nuk ka përdorur noflën për të ngacmuar një ushqim që ta forcojë noflën. Po kur e vjen një moment me një ushqim të fortë, aty shtrëmrohet nofla, duke që duhet mësohet që i vogël. Forcohet nofla pra. Etje pra, unë dyshoj shumë ke buka që vjen miell, ta themi toçi, miell serbi. Dhe një rast që kur i tha një ministri që do futesh të miell, e që dhe gazetari i madh ai, e ke dhe në përmedia atë. Do futesh të miell, jo i thaj, se është miell me lagështi thaj. Po miell jo ti thaj. Ti kush thua fitoi? Fitoi mielli ti. Edhe iku ministri nga pozicioni. Qeverisën e këtyre 12 vjetë ka ndodhur kjo ti. Edhe ai miell mori dhen. Iku ministri dhe ai miell sot është kudo i shpërndarë në Shqipëri për të vrarë shqiptarët. Që mbillen mizat, që mizat kanë detyrimin ta pastrojnë ti, të ingredient. Ta ne edhe vjen. Edhe i them ndonjëherë nusës, lëri mizat mirë janë te unë, se do ha me gjithë miza. Se fundis çka ka miza, asgjë s'ka. Kafshë vogël është. Po vjen keq ta është miza. Pra, pyetja që bëre lidhur me ushqime që kthehen, produkte që kthehen nga një shtet si Kroacia ka ndodhur më shpesh, por më e rrezikshme për mua është mielli që vjen me pa ingredient, pa krunde, me lagështi, me proteina të ulta, 14%, 10-9% vjen për biskota, vjen për një ushqim kategori step, dhe nuk vjen për bukë njerëzore. Edhe megjithatë, qeveria lejon këtë miell që vjen nga veriuti, nga ata që na duan po na duan të pjekur, të djegur, të vdekur. Nga ata vjen ai miell. Edhe unë i bëj thirrje gjithë tregtarëve, e para një shqiptarë tanë sa pak bukë, dhe tregtarët sillin një miell mundësisht të kontrolluar nga Bashkimi Evropian, Francë, Gjermani, Itali, e le dalë që më shtajnë buka. Po do hash më pak, edhe zera se kanë ngrënë, edhe zera se siç e bëj. Që ha shumë më pak, po e atë mirë ti. Sikundë dhe peshku, më mirë një peshk 3-4 veta, të egrë, se sa 4 peshqe rezervati. S'dua t'i bëj atyre probleme, po që do të bëj kujdes. Njeriu do të bëj kujdes. Profesor, falenderoj shumë për intervistën.